Por mbledhja më e fundit globale e pasurisë nga revista prestigjioze Forbes tregon se numri i vendeve që kanë të paktën 1 miliarder vazhdon të rritet duke reflektuar ndryshimet të mëdha në ekonominë botërore. Në krye të renditjes globale vazhdon të qëndrojë Elon Musk me një pasuri të vlerësuar rreth 839 miliard dollar, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë nga Forbes. Në mesin e emrave më të njohur në listë është bashkëthemeluesi i Google, Larry Page. Lista përfshi gjithashtu histori interesante nga vende që deri vonë nuk kishin miliarderë, një shembull si përmasi afgan Mirwais Azizi, i cili u largua nga vendi gjatë luftës sovjeto-afgane në vitin 1988 dhe nisi jetën e ri në Dubai vetëm me $700. Më vonë ai ndërtoi kompaninë e pasurive të palushme Azizi Development dhe sot ndërton 10 projekte të mëdha, ndërkohë dhe Pakistani është rikthyer në listën e vendeve me miliarderë falë përmasit Suhaleh Asif, bashkëthemeluesi një platforme të inteligjencës artificiale. Për sa i përket Shqipërisë, lista përmend vetëm 1 miliarder të lidhur me vendin, biznesmenin Samir Mane. Pasuria e tij vlerësohet rreth 1.9 miliard dollar, një rritje e dukshme krahasuar me vitin e kaluar ku ishte 1.4 miliard dollar. Mane është themelues i projektit Balfin Group, një nga grupet më të mëdha të investimeve me rajon me Selin në Tiranë. Ai u largua nga Shqipëria në vitin 91 drejt Austrisë dhe nisi rrugtimin në biznes. Në vitin 98 hapi rrjedhën e dyqaneve elektronike Neptun, ndërsa më pas investoi në zhvillimin e qendrave tregtare dhe sektor të tjerë. Sot Balfim ka investime të shumta në pasuri të palushme, logjistike, si arsimse dhe pronat tjera në vende të ndryshme të botës, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara, Kanadan dhe Austrinë.